drejtave të komunitetit bulgar. Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev deklaroi se çdo shtet ka të drejtë të mbrojë të drejtën e anëtarëve të komunitetit për vetëvendosje. Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev thotë se mbështet anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE, por jo në kurrizë të drejtave të bullgarëve. Radev në një takim me përfaqësuesit e organizatave të komunitetit bullgar në Maqedoni nga manastiri Ohri, Shkupi, Prilepi, Kavadari dhe Koçani, tha se është detyrë e çdo shteti demokratik të mbrojë në mënyrë efektive të drejtat e të gjithë qytetarëve të tij dhe të garantojë të drejtën e tyre për vetvendosje. Përfshirja e bulgarëve në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të përshpejtojë ndjeshëm rrugën e vendit drejt Bashkimit Evropian dhe shpresoj që fqinji ynë jugperëndimor do të bëjë këtë sa më shpejt të jetë mundur në mënyrë që të hap dyert për negociata për anëtarësim të plot. Ne të gjithë shpresojmë që integrimi i Maqedonisë së Veriut të ndodhë sa më shpejt të jetë mundur, por kjo nuk bëhet në kurrizë të drejtave të komunitetit bullgar në vend. Në këtë drejtim Radev shprehu shpresën se autoritetet e Maqedonisë së Veriut do të zbatojnë kompromisin evropian të vitit 2022 sa më shpejt të jetë mundur dhe do t'i përfshijnë bullgarët në kushtetutën e tyre. Ndërkaq qeveria e Maqedonisë së Veriut insiston që të merr garanca para se të bëjnë ndryshimet kushtetuese. Zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski në një intervistë për Mia nga Brukseli ku mori pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor, tha se Maqedonia ka merituar që moti t'i fillojë negociatat në BE në lidhje me ndryshimet kushtetuese, theksoi nevojën për afate të qarta dhe siguri në proces nëse realizohen reformat e kërkuara. Nikolovski gjithashtu kërkoi që procesi të jetë dypalësh, duke nënvizuar se edhe Bullgaria duhet të zbatojë 14 vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, që lidhen me të drejtat e maqedonasëve në Sofje. Edhe pse sistemi i ri Safe City apo qyteti i sigurt ka ulur në mënyrë drastike shpejtësinë dhe shkeljet e semaforit kuq, kamerat nuk mund të zbulojnë shoferët e dehur. Vetëm në periudhën janar-shtator 2025 u regjistruan 7355 shoferë të dehur në gjithë vendin, shumica e të cilëve ishin në Shkup. Alkooli mbetet një nga armiqt më të mëdhenj të sigurisë rrugore në Maqedoninë e Veriut. Edhe pse sistemi i ri qyteti i sigurt ka ulur në mënyrë drastike shpejtësinë dhe shkeljet e semaforit të kuq, kamerat nuk mund të zbulojnë shoferët e dehur, nga ku ky rrezik varet ende vetëm nga ndërgjegjësimi i shoferëve dhe kontrollet e policisë rrugore me një alkomatent. Statistikat për 4 vitet e fundit dhe 9 muajt e parë të vitit 2025 tregojnë një rritje shqetësuese të drejtimit të automjeteve në gjendje të dehur në qytetet kryesore. Shkupi tradicionalisht është në krye nga 2450 shkelje të regjistruara në vitin 2021, numri u rrit në 4000 në vitin 2023. Rritja e ngjashme u regjistrua në Kumanov nga 1180 në 1905, Strumic nga 818 në 1626 dhe Veles nga 978 në 1407. Ohri është i vetmi qytet i madh ku u regjistrua një rënje e lehtë në vitet 2024 dhe 25, pas një kulmi prej 1110 shkeljesh në vitin 2023. Vetëm në periudhën janar-shtator 2025 u regjistruan 7355 shoferë të dehur në të gjithë vendin, shumica e të cilëve ishin përsëri në Shkup 1312, Kumanov 1104 dhe Strumic 1081. Ndryshe nga alkooli, sistemi qyteti i sigurt tashmë po jep rezultate të dukshme. Kujtojmë se në 24 orët e para të periudhës së testimit më 1 dhjetor, kamerat regjistruan 110.000 shkelje. Por të nesërmen më 2 dhjetor, numri ra në 50.652, një përgjysmë vetëm në një ditë. Nga këto 48.861 ishin për të kalim shpejtësie, 1.366 për kalim të semaforit të kuq dhe 425 për automjetet të paregjistruara. Shpejtësia më e lartë e regjistruar ishte 209 km/h. Kujtojmë po ashtu se gjatë dhjetorit, shoferët marrin vetëm paralajmërime. Nga janari i vitit 2026, sistemi do të hyjë në zbatim të plot, pa tolerancë dhe me gjoba në përputhje me ndryshimet e fundit në ligjin për sigurinë në trafikun rrugor. Për momentin, kamerat mbulojnë Shkupin, Tetovën, Kumanovën dhe autostradat përgjatë korridoreve 8 dhe 10. Dhe deri në mesin e vitit 2026, i gjithë territori i vendit do të jetë në mbikëqyrje.
Komisioni Rregullatori i Energjetikës ka ulur çmimet për transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike për 2 deri në 3%. Tani mbetet e vënës që të bëjë për llogaritjen sipas bllokeve. Kryetari i Komisionit Rregullator Marko Bislimovski tha se mund të ketë zgjatje të orarit të tarifës së lirë gjatë ditës, por duke shtyrë tarifën e lirë të natës nga ora 22 deri në orën 12. Komisioni Rregullatori i Energjetikës ka ulur çmimet për transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike për 2 deri në 3%. Kryetari Marko Bislimovski thotë se kjo mund të ndikojë edhe në uljen e faturave të energjisë elektrike me rreth 1%. Megjithatë, sa do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike nga viti i ardhshëm, do të varet edhe nga llogaritjet që EVN duhet i dorëzojë ditën në vijim. Na pazarot na električna energija. Me vendimin e sotëm dihen të gjitha elementet që përbëjnë çmimin përfundimtar, çmimi dhe sasia me të cilin blihet energjia elektrike, shërbimet e operatorëve të rrjetit, si dhe blerjet për humbjet janë mbyllur. Gjithashtu, tani mbetet që furnizuesi universal EVN Home në mbikëqyrjen tonë të bëjë llogaritjen dhe të publikojë çmimet përfundimtare sipas bllokeve. Pjesa që Komisioni Rregullatori i Energjetikës rregullon në çmimin përfundimtar ka një ndikim prej rreth 36%. I pyetur se a do të ketë zgjatje të orarit të tarifës së lirë gjatë ditës, Bislimovski u përgjigj se kjo mund të ndodhë. Megjithatë theksoi se tarifa e lirë e natës mund të shtyhet nga ora 22 në orën 24. Влиянието на крайната. Analizat tona kanë përfunduar dhe del që mund të vendoset tarifë e lirë ditore, kur janë më të lira çmimet të energjisë elektrike në treg, por pas orës 22 ka çmime ekstrem të shtrejta, prandaj nëse ndërmerret diçka për tarifën e lirë të natës, ajo nuk do të fillojë nga ora 22, por në orën 00 bëhet fjalë për praktikat të anvisrive që janë krijuar me vite për shkak të secilës. Do të shohim se çfarë do të ndërmerren në këtë drejtim. Bislimovski tregoi se Komisioni Rregullatori i Energjetikës ka filluar tashmë ndryshimin e licencave të elektranave fotovoltaike që kanë instaluar bateri, por tha se nuk mund të pritet të kemi teprisë të energjisë elektrike gjatë këtij dimri, sepse atëherë rritet konsumi, veçanërisht tek anvisërit, pasi shumë prej tyre përdorin energjinë elektrike për ngrohje. Kuvendi dhe organizata Kryqit Kuq kanë organizuar ceremoni për shënimin e ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit. Është theksuar se viti i ardhshëm do t'i kushtohet vullnetarizmit, ndërsa deputetët do të jenë më aktiv në këtë aspekt. Rreth 20 deputet nga grupe të ndryshme parlamentare kanë marrë pjesë në shënimin e ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit, të organizuar nga Kuvendi dhe Kryqi i Kuq. Kreu i Kuvendit Afrim Gashi ka falenderuar vullnetarët që veprojnë në vendin tonë, njoftoi se me aktivitete të ndryshme së bashku me deputet kanë shënuar këtë ditë, duke vizituar qendra të rëndësishme të Kryqit të Kuq. Tha se viti në ardhje do t'i kushtohet vullnetarizmit dhe deputetët do të jenë më aktiv në këtë aspekt. Bashkë me disa deputet, sot ishim aktiv në disa qendra të rëndësishme të Kryqit të Kuq, u ndam në disa grupe dhe bëm edhe ne një veprim të vullnetarizmit me veprimet e tona si njerëz dhe i dham kohën e duhur këtyre njerëzve që kanë nevojë. Dua të shpreh falënderim për 5.000 vullnetarët që aktivisht punojnë në vend dhe janë gjithmonë aty ku ka nevojë njerëzorja dhe humanizmi. Për aktivizmin e tyre dhe rëndësinë e vullnetarëve, foli edhe sekretari i përgjithshëm i Kryqit të Kuq, Said Saiti, i cili shtoi se nga sot fillon fushata për ngritje të vetëdijes shoqërore për rëndësinë e vullnetarizmit. Domethënë jemi këtu që sot në mënyrë të veçantë, posaçme domethënë dërgojmë një mesazh në gjithë ato që na ndjekin e na shohin se puna vullnetare, vullnetarizmi është një vlerë e paçmim, diçka që nuk mund të prodhohet përveç se të dhurohet. Është momenti kur sot ne fillojmë edhe me aktivitetet që kanë bëjnë me ndërgjegjësimin ose ngritjen e vetëdijes të faktorëve shoqëror për vullnetarizëm. Për aktivizmin e vullnetarëve foli një nga shumë vullnetarët që kanë ndihmuar institucionet në tragjedinë e Koçanit. Aleksandra Sokolova, që vetë ishte e goditur nga kjo tragjedi e madhe, tha se vullnetarët kanë dhënë ndihmë të madhe në këtë rast. Unë isha pjesë e grupit që u goditën nga kjo tragjedi. Me një reagim të shpejt, të gjithë vullnetarët nga i gjithë vendi morën pjesë dhe ishin në teren në Koçan, që nga momenti i parë ishin të shpërndar gjithandej, si nëpër spitale dhe shtëpi të shëndetit, po edhe nëpër të gjithë qytetin.
Dita ndërkombëtare e vullnetarizmit më herët është njohur si Dita ndërkombëtare vullnetare për zhvillim ekonomik dhe social, ndërkaq 5 dhjetori është data ndërkombëtare e caktuar nga Kombet e Bashkuara që nga viti 1985. Ajo ofron një mundësi për organizatat vullnetare dhe vullnetarët individual për të dhënë kontributet e tyre në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit. Një grup i ri prej 48 vullnetarësh amerikan të Korpusit të Paqes gjatë 2 viteve të ardhshme do të angazhohen në shkollat e Maqedonisë Veriut dhe do të ndihmojnë në forcimin e aftësive gjuhësore të nxënësve dhe në zhvillimin e një mjedisi shkollor më gjithëpërfshirës. Në ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit, vullnetarët dhanë betimin solem në praninë e presidentes së shtetit Gordana Siljanovska Davkova, ambasadores amerikane Angela Egeler dhe ministres arsimit të shkencës Vesna Janevska dhe të qeverisjes lokale Zlatko Perinski. Po dhe drejtori të Korpusit Paqes David Risajt. Vullnetarët do të angazhohen në 20 shkolla fillore, 5 shkollat mesme, 2 qendra burimore për nxënës me nevojat veçanta arsimore, një shkollë për persona me dëmtim të shikimit dhe një çerdhe. Bashkëpunimi i Maqedonisë Veriut me Korpusin e Paqes daton që nga viti 1996 kur u krijua projekti i parë për përmirësimin e mësimdhënies së gjuhës angleze përmes një marrëveshjeje mes 2 qeverive. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se është rritur niveli i ujit në liqene për shkak të rreshjeve të vazhdueshme të shiut. Megjithatë, nuk parashikohen vërshime ose probleme tjera për shkak të shirave të vazhdueshëm. Niveli i lumenjve ka shënuar rritje të dukshme për këtë periudhë të dhjetorit për shkak të rreshjeve të fundit. Ky ndryshim është vërejtur në disa pika matëse, njoftoi Drejtoria për punë hidrometeorologjike. Rritja e niveleve ujore paraqet një nga fenomenet tipike sezonale, ndërsa nuk raportohet për probleme të menjëhershme nga rritja e nivelit të ujit. Niveli rritur i lumejve në raport me mesatarën e dhjetorit është evidentuar sot në Pqinja, te banja e Katlanovës, në Vardar në Jegunovc, Shkup, Velez dhe Demirkapi, në Treska, te Makedonski Brod, në Lumin Sërna te Novaci, në Drinin e Zi te Lozhani, si dhe në Sateska te Batuni. DPHM thekson se nivelet e ujit të liçenit të Ohrit, Prespës dhe Dojranit sipas matjeve janë brenda mesatares. Gjithashtu sipas parashikimit të DPHM-s, nesër do të ketë rreshje lokale shiu, të cilat do të paksohen në orët e pasdites, ndërsa sipas tyre deri në fund të javës pason një periudhë me mod kryesisht stabil dhe me rritje të temperaturave ditore, përjashtuar ultësirat ku do të ketë paraqitje mjegulle. Televizioni Shenja sjell për herë të parë ekskluzivisht dokumentarin Tronditës Sarajevo Safari, një film që zbulon prapaskenët e një prej krimeve më të errta të rrethimit Sarajevos, ku jetët e civilëve u shndruan në objektiv të një safari makabër. Dokumentari është ideuar nga Franci Zajc me regji dhe skenar të Miran Zhupanic dhe realizuar nga shtëpia produksionit Ars Media Ljubljan, Sloveni. Një dëshmi rrëqethëse e së vërtetës historike, që sonte mund të ndiqni vetëm në televizionin Shenja në ora 20:30. Tani të ndjekim disa sekuenca të dokumentarit. Dhe para muzeut kombëtar, më qelloi një snajper. Plagosja ime u regjistrua nga një kamerë në kryqëzim. Aty u bë e qartë, ishte një safari njerëzor, një fenomen i ri makabër, snajper të huaj që paguanin për të vrarë civil, një armik krejt i ri i paparashikuar. Nuk dëgjova kurrë çmimet e sakta, vetëm se ishte shumë e shtrenjtë. Ajo ishte e lumtur që nëna e saj më në fund e kishte gjetur. Këtë ëndër e kam parë vetëm një herë. Zakonisht shfaqen vetëm kujtimet tona, momentet kur ajo ishte ende e vogël. Vetëm ato, asgjë tjetër.
Tani vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Në 4 komunat në veri të Kosovës u mbajtën seancat konstitutive në cilat të kryetarët e ri nga lista serbe e mbështetur nga Beogradi i morën edhe zyrtarisht pra pushtetin. Ceremonia e betimit tyre u mbajt në prani të simboleve shtetërore të Kosovës, por privatisht këshilltar komunal serb mbajtën edhe flamuj Serbisë. Ministri i administrimit të pushtetit lokal i Kosovës, Elbert Krasniqi, deklaroi se gjithçka u zhvillua në rregull dhe në përputhje me dispozitat që burojnë nga Kushtetuta e Republikës Kosovës. Komuna me shumicë serbe në veri u udhëhoqën nga kryetar shqiptar që nga maj vitit 2023, pasi ata nga lista serbe kishin dhënë udhëheqjen në nëntor të vitit 2022 si pjesë e largimit kolektiv të serbe nga institucionet në shenjë kundërshtimi me vendimet e qeverisë Kosovës për të shtrirë sovranitetin edhe në këtë pjesë të shtetit. Stuhia Baron ka goditur të premten të gjithë Greqinë duke shkaktuar problemet për hapura në shumë zona të vendit. Herët në mëngjes, autostrada kombëtare Athinë-Korint u mbyll në një seksion për shkak të rreshqitjeve të dheut dhe ujit akumuluar. Rreshtet e dendura të shiut shkaktuan edhe përmbytje të rrugëve të tjera, ndërsa pemët ranë në disa zona për shkak të stuhisë Baron që godet pjesët lindore dhe jugore të Greqisë. Gjitha shkollat në rajonin e Atikës si dhe në ishullin e Rodosit u mbyllën të premten. Siguria fëmijëve tanë është një përparësi e panegociueshme, ne marrim vendime bazuar në dhëna shkencore dhe nuk marrim rreziqe, tha guvernatori i rajonit të Atikës, Nikos Hardalias. Ai shtoi se vendimi për të mbyllur gjitha shkollat publike dhe private, fillore dhe të mesme, u mor pas konsultimeve me mbrojtjen civile dhe Ministrinë e Arsimit. Zëdhënësi i zyrës komisionerit të lartë OKB-s për drejtat e njerëzit Thamin Al-Khitan bëri thirrje për presion ndërkombëtar mbi Izraelin që të ndalojë sulmet në Gaza dhe të respektojë pushimin. Ai theksoi se gjitha palët në konflikt duhet të zbatojnë ligjin ndërkombëtar humanitar. Sipas tij, që nga pushimi, vrasjet e palestinezëve përgjatë vijës së verdh kanë vazhduar me të paktën 75 të vrarë në Liban. Sulmet izraelite që prej 27 nëntorit të vitit të 24 kanë shkaktuar të paktën 127 viktima civile për cilat kërkohen hetimet të pavarura. Al-Khitan theksoi se ata kanë parë shkelje edhe në Siri me ndikim të madh të civilet. Ai theksoi se zgjidhjet ushtarake në lindjen e mesme kanë sjellë vetëm vuajtje dhe se nevojiten zgjidhje diplomatike të bazuara në drejtat e njerëzit. Për Gazën ai tha se janë dëshmuar mizori dhe krime të mundshme lufte dhe kërkoi përgjegjësi për gjitha palët. Shtetet duhet të përdorin ndikimin e tyre për t'i dhënë fund shkeleve dhe për të zbatuar urdhrat e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër pushtimit izraelit. Ai kërkoi largimin e uzurpuesve nga bregu perëndimor, përfshir Kutsin lindor dhe inkurajoi shtetet anëtare të OKB-s të marrin masa si sanksione dhe ndalim të transferimit të armëve. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish me lajme qendrore në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.